Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit një video që ka ngjallur menjëherë interes dhe shumë reagime në rrjet. Ajo shfaqet në makinë bashkë me bashkëshortin e saj, fenomenin shkodran Louise Ailey, duke kënduar dhe duke kaluar momente të ngrohta së bashku. Videoja është shoqëruar me shumë komente pozitive, ku ndjekësit nuk kanë kursyer komplimentet për çiftin simpatik, i cili prej kohësh është kthyer në një ndër më të pëlqyerit në publik. Në pamjet e publikuara, Kiara shfaqet e buzëqeshur, e veshur me një xhup sportiv ngjyrë roz, ndërsa këndon me gjithë shpirt refrenin e një këngë të njohur të Louisit. Në anën tjetër, Louisi i bashkohet asaj me plot energji dhe humor, duke e kthyer momentin në një performancë të vogël, por shumë të ëmbël. Ky detaj i ka bërë fansat të komentojnë se harmonia e tyre është shembulli më i bukur i një marrëdhënieje të shëndetshme dhe plot dashuri. Ata të dy duken të jetë të natyrshëm dhe larg çdo sforcimi, çka i bën edhe më të dashur për publikun. Kënga, buzëqeshjet dhe batutat mes tyre japin ndjesinë e një çifti që arrin të ndajë gëzimin e thjeshtë të përditshmërisë edhe me ata që i ndjekin në rrjetet sociale. Shumë prej fansave kanë theksuar se kjo është arsyeja pse Kiara dhe Louisi janë kthyer në një ndër çiftet më të komentuara dhe më të dashura të momentit. Një detaj tjetër që tërhoqi vëmendjen është se pavarësisht angazhimeve të shumta në karrierë, Kiara si moderatore dhe Louisi me projektet muzikore e bashkëpunimet e tij, ata gjithmonë gjejnë kohë për njëri tjetrin dhe për të ndarë këto momente me publikun. Kjo i ka bërë ndjekësit të ndihen të lidhur emocionalisht me ta, duke i parë si shembull i dashurisë dhe mbështetjes reciproke. Videoja është shpërndarë me shpejtësi në rrjet dhe është komentuar nga qindra fansa, të cilët kanë theksuar se energjia pozitive që përcjellin Kiara dhe Louisi është e jashtëzakonshme. Jo pak prej tyre kanë thënë se kjo është arsyeja pse ata nuk lodhen kurrë duke i parë dhe duke i mbështetur. Një çift që di të përcjell dashuri, thjeshtësi dhe humor në çdo dalje publike. Një moment i vogël në makinë, por që ja doli të bëhej lajm i madh në rrjet, duke treguar edhe një herë pse Kiara Tito dhe Louise Ailey vazhdojnë të mbeten në qendër të vëmendjes së publikut shqiptar.